situacionin ndryshe më duket mua. Tu do të prezanto pak se po më qeka shumë. Përshëndetje, si jeni? Haj, më çfarë bëu ti vëse? Bash fare që kishte filluar Gossip TV. Çfarë bëre ti një? Kështu, vesha diçka të lehtë edhe erdha. Çka të letë, ishte komeshi sot në fakt. S'ka rëndësi një. Klasë. Nëse do e bën, E ke mundësinë të bën ty Ashtu. vetë. Ato thuaj. E po, ha. Ishte erdhë në Gossip TV, startojmë sot puntatën e radhës këtu në In TV. Unë dhe Sara jemi përgati që t'ju lëm pa frymë edhe pa syze, jemi për shumë seksi sot të dy. po të lutem. Po mbi të gjitha do i themi gjëra në fakt që janë të lezetshme, neve na pëlqejnë të paktën, e di. Po, gjëra kështu që Po bëhen. bësh dallavere kam përshtypjen. Dallavere. Dallavere, pra tani se gossip. Po nuk më pëlqen. Po ta marrësh një gossip në shit, i thon dallavere apo jo? Shiko, kjo është e vërtet, Ashtu, por da. ne tani nuk kishim bëjmë thjesht dallavere, thjesht informojmë edhe njerëzit për ngjarje që ndodhin, edhe ndoshta ata nuk kanë plot informacione, ke parasysh që janë kështu me pikpyetje. Në fakt, Do në kohë që kanë informosh ardhur, njerëzit e kanë shumë të vështirë të gjejnë informacione. Gjithsesi, realisht le, është që neve kemi dëshirën e mirë për t'ju informuar dhe ndoshta për gjëra që ju si dini, për shembull Tafina Zeqiri po bën nami kohët e fundit më ravesh. Shqyr, sepse ishte pra. zhdukur për 2 vite o Dafina. Ishte për 2 vite kishte i fare, nuk e dija çfarë ndodhte me Dafinën, po në fakt vetëm pak orë më parë ka postuar diçka në Instagram apo jo? Ka fshirë çdo foto të mundshme nga profili i saj, që domethënë është lodhur. Si gjithmonë. Okej, ka pak zakon. Është ka fshirë çdo gjë edhe tani është duke promovuar albumin e saj të re, sepse edhe ajo shpjegoi që unë një nga arsyet që desha të bëhem single-in atë saj më të ri, unë kisha ëndër që e vogël të bëhem artiste Entertainment. Në botën e entertainment kam përshtypjen ndonjë artiste. Kusha? Po për shoti? Të bëj Se la për ti. të bëj njerëz të kalojnë bukur. Famshme ju. Jo, Performuese. Performuese. Edhe prandaj shkoi në Amerikë që të bëj diçka kështu edhe ja ka arritur. Bravo shumë. Punoi 2 vite punoi. Nëse nuk e dim tamam tash ka punuar 2 vjet vetëm për të single-in që po nxjerr së fundmi, po edhe nëse ka bërë shpresojmë shumë që të jetë single edhe këngë e bukur, sepse realisht njerëzit presin shumë nga Dafina, duke qenë se është ndër artistët më të preferuar shqiptare, po edhe kosovare, edhe në diasporë. Gjithsesi, kam përshtypjen që kjo Four Seasons, si do quhet, 4 stinët, nuk e dim tamam se si është çfarë koncepti ka klipi, po jemi shumë entuziastë. Fakt, ka dal pak në iTunes, se kemi dëgjuar këngën edhe Dëgjuar ti, kënga. s'kam dëgjuar akoma. Fal për vetë, atëherë flas për vete, kam dëgjuar Ashtu, këngën, është këngë shumë e mirë dhe kam filluar që tani sa postoj ajo, fillon në Amerikë dhe dëgohet shumë shpesh. Çfarë thua? Po. Bravo. E gjejt ajo rrethsisht që fillon edhe luajt. I lumtur asaj. Bravo. Okej, mirë, lëm pas Dafin, shpresojmë shumë që mua që jam një, çfarë quhem, kritizer, jam kritik shumë i madh fakti muzikës shqiptare, po më pëlqeu mua ja vjen. Kështu që ndjekim Nikon tani, do shohim Good Nico vs Bad Nico, të rubrikën e tij të përjashme në Gossip TV, dhe kthehemi pas pak. Përshëndetje nga unë, si që kuptuat, do flasim për Oscar. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kjo është puntata jone 23, do flasim për Oscar. Ne nuk do ngatrohemi për të zgjedhur këtu 5 scenë më të mirë, por le të shohim kë kemi sot. Pa humbur kohë, kalojmë tek e ftuara e parë që realisht tërhoqi vëmendjen dhe e kam fjalën për veshjen që u komentua direkt sapo Karli Klos shkeli tapetin e kuq. Break the internet. Shikoj për çfarë kam fjalën. Karli Klos është faqur me një veshje nga Stella McCartney në ngjyrë të bardhë. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë sepse ka mbajtur një elegancë pak më të thjeshtë nga çdo e ftuar tjetër. Më pëlqen dhe beauty look që ka përdorur dhe model të viteve 60, absolutisht e mrekullueshme dhe pjesa e choker me kristale. Ti çfarë do thuash për Karli Klos? Unë mund të them që si se ti theu internetin, por jo sepse kishe një nga veshjet më të bukura, por sepse kishe një veshje që kujtonte 2 vite më parë Oscar, apo 3 vite më parë në zgaboj, 2013, Oscar nga Gwyneth Paltrow, të lutem, regjia. Gwyneth Paltrow është faqur në Oscar me një Tom Ford. Veshja kujtonte jashtëzakonisht veshjen e fundit të Karli Klos nga Stella McCartney. Mund të them që detaji le të themi i diferencës është që Karli Klos i derdhet vetëm nga një anë pjesa e pelerinës, ndërkohë Gwyneth Paltrow nga të dy anët. Tani, seriozisht, nëse ka qenë për të bërë zhurmë gjithë kjo gjëja, ja arrite. E ftuara e radhës ishte Nicole Kidman. Veshja e Nicole është e papar, është Armani Privé,
Nicole gjatë mbrëmjes pam që kishe prerë diçka, për diçka që do na flasin Niko. Mund të them se është detajuar me kristalen veshja në ngjyrë nude dhe pas shumë kohës që e kemi patur këtë thuajse çdo javë, Nicole realisht arriti të shkëlqejë. Normalisht Niko tha që Nicole ka prerë veshjen. Të lutem, regjia. Veshja mua më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, por më pëlqeu më shumë kur ajo e preu që kisha mundësinë të shikoja pra gjithë shpat, gjithë kurrizin e saj, atë kurriz kaq të bardhë, të tonifikuar, kaq të hollë dhe të elegant, të bukur, si një porcelan, mund të gjej plot epitete të tjera, duket më në pas. Kjo më kujton pak Karlie Kloss vjet në Oscar me stilistin e saj Brandon Maxwell që kishte një fustan të bardhë dhe për after party ajo thjesht e preu dhe u bë një mini fustan. Unë e përzjodha si një nga të veshurat më mira të mbrëmja, të paktën në celularin tim, dhe kam fjalën për Jessica Biel, e cila ishte veshur me një fustan nga Kaufman Franco. Ishte i tëri dhe i bëri në temina gold. Dhe mund të them që këtij tipit këtu Jessica Biel ja merrte në kthes. Normalisht ja merrte në kthes sepse është Jessica Biel. Veshja nuk mund të them se më çmendi, më ka çmendur absolutisht aksesori që ka patur Jessica në qafë, që më duket, lexova një artikull që ishte $25,000, është një kryevepër. Por veshja me lë për të dëshiruar. Chrissy Teigen dhe John Legend. Ato të dy u shfaqën duke u puthur, duke qeshur, duke bërë qafuar. Gjithsesi mund të them që Chrissy Teigen shkëlqeu në një Zuhair Murad, veshje e papar, detaji i krahut të derdhur ishte detaji i mbrëmjes, ishte i përzgjedhur nga shumë sajte si veshja më e mirë, por Niko kishte diçka të thoshte. Unë mund të them që veshja Zuhair Murad shkëlqen, por pse Chrissy Teigen vazhdon dhe vjen me këtë modelin e një shale jashtë në çdo tapet të kuq. Realisht ka ardhur më në formë se kur, paktën më në formë se çmimet Oscar që ishte pak më jo kaq e mbledhur, kaq elegante, por vazhdoi që sado i bukur të jetë fustani, më duket si i parë, edhe nëse se ka veshur kurrë, është një model që kjo kohët e fundit po e përdor shumë dhe nuk po sjell as edhe një risi. Dakota Johnson e shikoj me një veshje nga Gucci, një fustan i mëndafsht në ngjyrë floriri mund ta thoja, që u cilësua shumë në mediat, madje u bën dhe për fustanin e Dakotës meme, të tipit mbas partit të Oscar jam gati për një rikthim në vitet 1800. Por Nikos i kishte ngecur një detaj i vogël që nuk i pëlqeu. Normalisht se këtu flasim për gjëra të vogla, pra kapem në detaje, se normalisht nuk mund të vinte me një fustan skandaloz dhe të thonim që ky fustan ka skandaloz. Normalisht janë të super kuruar për atë ditë, për atë mbrëmje, janë të gjitha në detaj, por detaji i rrudhave në fustan nuk e kishin paramenduar. Pra ju do më thoni, okay, ti tani po ja fut pak kohë sepse është fustani duket që është mëndafsh, normalisht mëndafshi merr shumë shpejt rrudh, por gjithsesi, kjo nuk është fare puna ime. Personalisht nëse më binte si stilist të visha një artiste për tapetin e kuq, unë nuk kapa me detajin e pjesës së bishtit që ka rrudha dhe janë të dukshme. Stilisti saj mund t'i kisha e kurosur minutën e fundit në makinë. 3 evenimente janë më të rëndësishëm: Grammy, Oscar dhe MTV. Normalisht si gjithmonë donte të thoshte edhe ky opinionin e tij. Dhe për herë të parë këtu në Niko vs Niko, unë dhe Niko arritëm në një konkluzion të përbashkët. Pra të përzgjedhim të veshur më mirë sipas ne, sipas Niko vs Niko. Dhe ajo është, po ta lë ty ta thuash më mirë, që të marrësh pak vëmendje kësaj radhe. Faleminderit, dhe veshura më mirë që unë dhe Niko përzgjodha është Janelle Monáe, nga një këngëtare shumë e mirë, është bërë në një aktore shumë e mirë, në një fashion icon shumë e mirë, dhe unë dhe Niko vendosëm që për ne të dy ajo ishte veshura më mirë në Oscar 2017. Ajo, Janelle, ka qenë e veshur me një Elisa Couture, Forever Mark Diamantet dhe Jennifer Beh kurora. Pra ka qenë e detajuar. Veshja unë e kam përmendur që ka qenë një show më vete, një super produksion. Gjithë kjo gjë këtu e bukur, e zezë, siç mund të shikojmë që Janelle ka preferuar të vi topless, pra të vi deri diku e zhveshur, mund të them si dhe pjesa poshtë duken këmbët të zhveshura. Për mendimin tim ka qenë the it dress. Pra kjo veshje është për Oscar. Deri javës tjetër kalojnë disa ditë, ne do të çlodhemi, do flëm sepse
për Oscar ndaj të mëzgjuar. Shihemi të martën tjetër me një eveniment si shtatë ky. Ciao! Edhe kështu që thuan, Po është gjithë kërcej sot pak, s'mu bëka fare. Duhet të kërcejmë, sepse është diçka shumë pozitive, që lëviz trupi, lëviz truri, Lëviz çdo gjë, në fakt, çdo gjë lëviz. Po. Dhe është mirë kur gjatë lëvizin, sa të kemi moshën thuaj. Ne të gjithsesi do vi intervju tani, do shohim një personazh që unë realisht e kam shumë qejf, unë e them shumë shpesh për personazhet që unë ftoj, por realisht Dalina Buzi është ndër ato njerëz që unë kisha shumë qejf ta intervistoja, duke patur parasysh që është një femër në karrierë dhe nuk para det shumë shpesh për të Po, folur. sepse nuk interesoj të Në media. Është realisht intereson fare sepse është siç e kam thënë në intervistë sa i flet puna më shumë se sa goja. Po, mua më ka shkrirë tek intervju, kemi bërë një tur shumë të lezetshëm tek Anabel, tek perandoria mund ta quhet, kështu që Dalina ka krijuar prej kohësh tashmë. Kështu që e shohim po ashtu. Po, shkojmë. Yeah. Jam sot në një ambient shumë të lezetshëm, në fakt, është hera e parë që unë vi te ky ambienti dhe ky s'është thjesht një ambient, por është një perandori shumë e madhe që është i krijuar në fakt nga një femër, edhe është në fakt jo vetëm një femër çfarëdo, por është një personazh shumë i njohur shqiptar që ju vetë gjithë e njihni. Zakonisht ajo ka qejf të ri pas Quintave, sepse merret gjatë gjithë kohës me organizime shumë të mëdha, së fundi edhe me evente shumë të bukura. Unë po gjithë shkallët, se ndoshta keni kuptuar tani, po shikoni që ky muri është i mbushur plot me kopertina të revistës Anabel, edhe janë shumë të lezetshme në fakt, kopertina që kanë bërë vetëm shumë bujë mediatike, por janë shitur shumë, edhe kjo tipi ka shumë lek personazhin sot. Kështu që jam i sigurt që do kënaqem sot sepse Dalina Buzi është nga ato personazhe që jo vetëm është e këndshme për tu parë, por edhe për tu dëgjuar sepse ka shumë gjëra të bukura për të thënë. Kështu që unë duke qenë se jam akoma në fillim karrierës, do më duhet her pas here që të marr një këshill nga njerëz që janë shumë të talentuar se unë dhe kanë shumë tepër eksperiencë se unë. Edhe në të tjerë janë goca shumë të bukura. Kështu që bëhemi gati, unë tani unë gjita te ky vendi, këtu pas energji shumë pozitive, po gjë më pozitive që mund të shoh, është e ftuara ime që është Dalina Buzi. Çfarë ke thënë? Trashë çdo të gjithë kur ta kisha me 3 katë, do bëj vazhdo fal për mua ke Po, do të do kish me 3 katë, kam vështirën se do vi një moment do bëhet kështu diku do shkoj këtë Arçel. Nuk e di një ditë. Si e Çfarë di? filloj me do një tregti tjetër. Mirë. Dëgjoj, po, shoh. Mi se erdhe një herë, Po, mirë se mi se të gjeta, erdhe mirë se sepse të janë zyrat e reja, neve kemi pak që jemi futur. Kështu që do t'i prisni me çokoladë me gjëra, po unë nuk jam e mirë me këtë pjesën e qirasurës. Marja, rëndësishme është që njëri sinqert dhe i thua gjërat siç e mendon. Po. Plus se nuk na hahet se na bën keq përshëndetjen. Tamam, apo me intervistë. Dalina, Tani kjo- këtu se ndoshta ca njerëz hapitën thonë çlite E, pra. i presun në dyqanin në zyra. Këtu është Via Anabel. Ky vendi këtu, ky ambient e blloku, ka edhe zyrat e Anabelit, ka edhe dyqani Via Anabel që është një biznes një biznes i ri që ne kemi nisur sa po mbushi vitin, pra një vit më parë në shkurt. Kjo ka një logjik që është një logjik shumë e famshme ndërkombëtare, janë rroba të përdorura ose të reja që njerëzit nuk i duan, nuk i bëjnë. Janë të gjitha firmatët, po flasim për firma, domethënë jo Armani Jeans, po Giorgio Armani, për marka më të mira botërore, të cilat njerëzit i sjellin dhe ne i rishesim pastaj. Është gjë e bukur shumë fat, jo vetëm që Via Anabel sa duket jep rroba të bukura gocave, po dhe informon që mos blen gjëra fake. Kështu që Po, e kemi autenticitetin e kemi, domethënë si Mirë, Adriana, më dërgoj një gjë tani, unë kam rënë. se unë do filloj të flas, unë mbaroj ku nga që kam Se ti je biznesmene, normal, do të shetë të gjë tani. Unë kam rënë. Në fakt do bëj tani kur ti brenda, po më kanë thënë që Anabeli ka goca shumë të bukura. Janë të gjitha të bukura. I shohim? I shohim. E shohim. Ta hapun derën? Po, hapë derën. Mirë. Se thua Anabel to që ka kjo gjë shumë e lezetshme. Hi. Këtu jemi tek zyrat e Anabelit e fillojmë me një nga simbolikat e këtë e krijuam Armand Mehidri në fakt e. Po, pra, i papash Armand Mehidri. Fantastik, po, dhe më pëlqeu shumë edhe i shkruajta në Instagram dhe më krijoi imazhin e Anabelit që unë kisha në kokë, se është gjithmonë kush është Anabeli, kush është mbrapa Anabelit. Kështu që ky është një lloj imazhi të një vajze që është Është një alter ego jotja kjo? Pak shumë beres, po një kocishtë edhe... Alter ego kur isha 20 vjeç. Tu jemi dhe një zyrë, çfarë është kjo? Kjo është zyra e pritjes. Në fakt kjo është Jo, zyrë bukur, që jo është e bukur, shumë e bukur, po kjo është disa gjëra marrë nga zyra e vjetër e imja, sepse mua më pëlqen të ndroj dhe un kam shumë pasion dekorin, të drejtën, jam shumë e fiksuar mbas dekorit dhe të gjithë zyrën e kam dekoruar vetë, bashkë me një inxhiniere e cila ka ekzekutuar gjithë idetë e mia. Super. Nuk më ngjisin shumë, nuk gjitem shumë arkitekt. Ja, këto për shembull i pash parë në Instagram, këto janë stiqet, si ishin këto, ishin piktura të famshme që ishin? Po janë piktura të famshme. Se vëllai, Janë të Picassos, Van Goghu, jarova emrin tani. Po janë shumë piktura të famshme, të cilat janë printuar këtu në Tiranë.
Sa të bukur? Po, janë fantastike. Edhe normalisht për të kuptuar që Dalina Buzi është sigurisht e ka sensin e të bukurës, por ato të është biznesmene shumë e lezetshme. Nuk mund të mos i vinte kopertinat e punës vet këtu, edhe çka keni këtu Elvana, Tuna, Zajmina. Po, kjo është kopertina e fundit fare e Anabelit, dhe pastaj para se neve të ktheheshim të shkonim online. Ka qenë një kopertinë shumë e suksesshme, ka pas shumë shitje dhe unë ka stile mbylla aty, se do ta mbyllja me nder. Ose edhe për mbledhje. Pjesë ajo? Kjo ka qenë shampanje një vjetore të Via Anabelit, po kanë ngelur aty se ne do vazhdojmë akoma jetën si shqiptar të varfër komunizmi që është shisha bukur le ta mbajmë. Kemi ndonjëra të problemesh, po. Tash do vinim ne gotë alkool e pim pastaj kur marrim. Jo, kam një verë ëmbëlsirash në fakt. Bukuria e zyrës, në fakt janë vajza. Tu kemi një pjesë të vajzave, sepse janë dhe turnet. Tash më falni sekond, ti zgjedh në audicion këto goca? Duhet të jenë se s'bën të bukura apo si? Qëllajnë, është bukuria dhe zgjuarësia. Po më t'i prezantoj në fakt. Hajde prezantojmë që gocat. Sepse i dua shumë. Është njëra nga këto Jacqueline apo kush është Jacqueline në këto? Është një pyetje që do marrë kur përgjigje. Kjo është Genta. Përshëndetje. Hi. Genta së fundi u bë famshme te Voice of Albania. Do të këndoj live. Jam në punë. S'është mirë. Shumë nice, ha? Jori është redaktoria jon. Jorita edhe është shpesh është më rrepse unë, sidomos me vajzat edhe me gabimet ose gabimet e logjikës. Edhe zihen shumë, mua pëlqen kur zihen sepse gjithmonë kur ka një shet pune, Ka produktivitet po. Jemi me nerva dhe Dalina qesh. Bëhet qefi. Ti ku të këtu kush është? Megi. Hi. Si e quajmë ne Megi, Genda? Megi çka, jo, do them ëmbël, edhe ti je shumë ëmbël. Insta what? Insta crazy. Megi është shumë e mirë dhe Megi, si thua, kur ka ardhur këtu, ka qenë më e shpejta në kalimin e provës. Domethënë për 2 ditë, a gati 1 ditë e gjysmë, domethënë e kapi, ishte më e kapshme. Kishte të buzë qeshin Megi kur erdhi për provë atëherë? Ka varur 20 minuta me vonë. Në fakt, Okej, që ka shumë e mirë pra, okej. ky është muri i Sa më pëlqen ky muri. Po, ky është muri i fotove, sepse këtu është studio fotografike, këtë e ka krijuar Ina, është fotografja jon. Po kanë mamin Ina brenda aty. Po, sepse po bëjmë një editorial, një shooting për një kompani, për një butik. Shumë bukur. Që do ta nxjerrim tek Anabelit, Po tek. pa me Ina, çfarë fotosh? Po, janë gjitha fotot që ai mendon që i thash Ina zgjidh fotot që do, dhe zgjodhi gjithë fotot dhe kemi një 2 nuda. Dhe kush vjen këtu bën foto ose me këtë nudën ose me këtë nudën. I them po shisa ku ke Marilyn Monroe, ke Audrey Hepburn. Ja, aty shkojnë. Ke Marlene Dietrich, shkojnë tek këto 2 nudët. Ndërkohë këtu është një zyrë tjetër që përdoret edhe për ato njerëz që vinë part-time e punojnë me laptopa ose Që pra gocat bukur, audicion dhe këta. audicion. Që ka qenë modeli të gocat përpara, si është? Këto? Në fakt të gjitha këto kanë qenë modele herë, po. Po janë nga këtë kategoria që janë dhe modele dhe bukur dhe shumë e zgjuar. Si. Edhe me stil me gjëra. Viola, e cila është menaxhere e Via Anabelit, e cila edhe ka qenë kështu nga këto dashuri me shikim të parë, që sa i kam parë në audicion kam thënë që e dua të gotë dhe pastaj doli mundësia edhe e mora me njëherë telefon dhe ka qenë një kështu gjë shumë e shpejtë. Edhe Marsi në fakt kështu i ka ndodhur sa erdhi. Marsi ishte re, do flas më vonë për Marsin, se akoma është në test e sipër. E flasu më Marsin, më priti çfarë zemra vogël shumë e mirë, shumë e qashme. Kështu që Marsi thumbs up. Okej, mirë, kemi një zyrë tjetër prapë gocat bukura këtu, domethënë nuk e di. Prapë audicion tjetër Dalina. Po se është grua, prandaj merr gocat bukura. Po ti çun, do e gjykonin. Kjo Bjondja, kush është kjo Bjondja të lutem? Dea është një nga yjet e Anabelit, është jo vetëm yje në pamje, por është editor, redaktore e bukurisë edhe bën tutorialet. Në fakt, Dea para se vitet Anabeli ka filluar vetë këtë pjesën e editorialeve të grimit, është fantastike në grim. Ti jep edhe vetë, sa i mirë. E pash edhe jam më shumë seksi sot, nga për Dea. Gjithmonë me një fushë. Dhe ne zbuluam Dea nga Instagrami, domethënë pam gjithë punët e saj, erdhi dhe është shumë e mirë, shumë e përgjeshme. Gjithashtu Vilma, e cila ka mbaruar informatik, që është një zbulim. Ndonjëherë kam frikë kështu që kur i lavdëroj shumë këto se Do marrin kot po pra. Se primar. Se kështu ndodh në Shqipëri, janë kështu me lapse letër. Është goca tjetër më kam shumë qef. Ai goca më kap gjithmonë sa jam nëpër eventin, më bën foto kështu zemër vogël. Po, Nuni. Shumë e lezetshme. Edhe Nuni është e re në është sapo martuar dhe thotë, sapo ardhur. Edhe është shumë kreative gjithashtu. Edhe dihen Zora biles një gjë në Instagram ku Dea dhe Nuni, po, domethënë Dea sa bëjta një libër Nuni dhe Nuni gëzuar shumë dhe thash më janë ca momente që nuk i sheh shumë më tek brezat e rinj në Shqipëri që gëzojnë për një libër të Mendoj se gëzojmë ne vetëm për make-up, ne gëzojmë edhe për libra. Nuk jemi budallaqe, në këtu nuk mos na vini kështu etiketa. Po këtu çfarë bëhet këtu pas photoshootting? Këtu kemi një photoshootting, po, mund të hym pa?
Kemi neve shohim aty, ja që ka çun aty, veshëm me kostum. Këtu po bëjmë një photoshooting për Anabelin. Kristi është beauty editor, fashion editor, më fal. Edhe një nga gazetarët që jo më të vjetra në mosh, por nga ndër të parat e Anabel.l-s. Ina është vajza e cila dizenjoi të gjithë atë murin me fotot dhe fotografe. Dhe për çfarë po bëhet ky shooting tani? Po bëjmë një shooting sepse ne kemi një seksion tek Anabeli që është Anabel Market, ku neve sugjerojmë veshje, trende të ndryshme bazuara në prurit e tregut shqiptar. Çka që kemi bërë gjithmonë dhe të parët në Anabel dhe vazhdojmë të bëjmë dhe këtu. Dhe tani po fotografojmë veshjet e një butiku në Tiranë. Nice. Dhe janë veshje Emporio Armani, kështu që bravo. Ideali shkëlqen. Kemi bërë një pjesë të shootit e kemi bërë sot në rrugë. Dhe tani po vijojmë. Bravo i qoftë juve. Mirë, kemi thënë që ambientet, tani jemi tek ambienti kryesor, që është Zyra Dalinës. Edhe unë e pash parë në fakt, s'mund të gënjej për këtë dhe ishte shumë qef këtu. Po dhe një kështu. Wow! O Zyra. Në fakt unë kam bërë me shumë dashuri të gjithë Zyrën, por e kam bërë dhe me një logjik, është dekorimi sipas Feng Shui-s. Feng Shui është një metodë aziatike dekorimit që ndihmon kalimin e energjive dhe gjithë dekori, se duket pak e çuditshme, por ka shumë të vërteta kur. Çfarë çuditshme besoj shumë tek këtë? Po, dhe gjithë dekori bëhet sipas vendodhjes së ambientit. Po çuna ka të bukur sa unë, kanë ardhur në Zyrë? Më kanë ardhur po zakonisht në studio për foto. Për model. Ky këndi ka pak Feng Shui, ka dhe pak, domethënë është bazuar në logjikën e Feng Shui-s, por edhe në ato gjëra që unë dua të nxjerr. Duke filluar nga, për shumë këtu kam fotot e familjes, është foto e gjyshit tim që nuk jeton më dhe është njeriu që më shtyu i pari të lexoja, ka qenë shumë i fiksuar, më çon në bibliotekë çdo javë. Këto janë gocët e mia, Helena dhe Lulu, të cilat nuk më ngjajnë, kjo ndoshta pak më shumë, po ngjajnë më bajt. Këto janë se tash duket se po mburrem, por ndonjëherë duhet unë to si vija kur në Zyrë dhe pastaj lexova dhe thash duhet vësh edhe arritjet e tua, sepse njerëzit nuk e dinë. Ose ndonjëherë ndodh kur jetoni jashtë shtetit dhe kur vin këtu, njerëzit kanë një lloj, domethënë nuk janë kanë një lloj skepticizmi ndaj atyre që unë kam arritur këto, unë kam bërë atë jashtë, sepse thonë që ndoshta dhe gënjen, sepse kam ndodhur edhe raste tjera. Ja provojmë pak poshtë. Që në Zyrë të re, vendosa që ti vi, thash pse jo, se gjithmonë duke qenë ndonjëherë kur je shumë modeste edhe nuk është mirë, se kundërta, do të thosh të njëjta gjë si kur je shumë. Po të shumë mirë, unë nuk është shumë për modesti. Okej, rikthehemi në Gossip TV, jemi tani tek një event që është folur kohët e fundit goxha. Ndodh një herë në vit, iHeart Radio Music Awards, është diçka që realisht për adoleshentë sidomos është event shumë i parë dhe shumë i suksesshëm. Dhe në fakt ka pasur edhe këtë vit gjëra shumë interesante për tu folur apo jo. Po, sepse atë event mezi po e presin, sepse zakonisht shkojnë emra shumë të mëdha që performojnë, marrin çmime, çdo gjë të mundshëm. Edhe ka pasur nisi për shembull me Justin Timberlake, i cili mori çmimin për këngën e tij I Can't Stop the Rhythm. Edhe dha edhe një fjalë shumë të bukur dhe shumë prekës, sepse ai në fillimet e vet është paraqykuar shumë për paraqitjen çdo gjë që ka bërë deri në momentin që bëri seks në Britney Spears. Whatever. Edhe ai tha që nuk ka rëndësi nëse je zezake versus çdo gjë seksualiteti jot. Nuk ka rëndësi sepse ti duhet të dashurosh njeriu për atë që është edhe jo për atë që nuk e ka zgjedhur ai fundit. Normal. Po, normal. Si të thaj shoku jon? Ka gjë vetëm jashtë shtetit ta. Jo në Shqipëri. Që në Shqipëri, çfarë ke në Shqipëri? Edhe ato që vinë janë çuja të huj, ke parasysh? Po, ke parasysh. Edhe vikëshin gjysmë smundin ty të tjerëve. Ai shpihun fare. Whatever. Gjithsesi mirë, ka qenë Noah Cyrus, motra e Miley Cyrus që ka qenë pjesë e eventit madhështor të iHeart Radio Music Awards. Po me të famshme shumë dhe kjo tipja. Po. Shumë e lezetshme është, ka kapur pak si petull, po një petull ëmbël do thoja. Dhe sy ka shumë të bukura. Nga ana tjetër edhe Justin Bieber fitoi çmimin si artisti më i mirë i vitit. E ka qenë nominim së bashku me The Weeknd, njerëzit prisin fitonte The Weeknd këtë lloj kategorie. Po nuk e dim tamam se çfarë ndodhi këtë herë. Një nga arsyet kryesore që fitoi Justin Bieber është sepse ai njerëzit që ndjekin më shumë janë adoleshentë. Edhe adoleshentë ka një fuqi shumë të madhe në gjithë botën, normalisht do fitonte Justin. The Weeknd është pak në një muzikë pak më ndryshe. Është duke folur për drogë, seks gjithmonë, është duke folur për çike çdo gjëra të si guxoj një. Është drogë, seks, ai shpife. Çan të gjëra unë sa marr vesh gjë, ku jeton, më ke rritur.
Zë duke që ke tuar jashtë, prandaj e kështu. Po, ata Prandaj. këtu brenda më janë shumë të ndershëm, që nuk flasin gjëra Po kështu. ç'është kjo që janë të gjëra në shtëpi. Pista një. Nëse mirë lëm pas I Heart Radio Music Awards, është titulli i gjatë, thash 500 herë. Dhe do të flasim pak tani për disa njerëz që janë artista në fakt, janë këngëtar, shqiptar, Po. që ne kemi përgjetur sepse kanë një të përbashkët këta. Janë, po, janë këngëtar shumë të mirë, kështu artist, edhe kanë xhiruar klipet e veta. Kanë një element të përbashkët që është Bora, që me sa duket kanë dëgjuar këngën e erës, e rastiste ke parasysh, po. Edhe thanë që pse ka bërë kjo sukses, ndoshta është Bora ke parasysh. Po, nga Bora e ka jo pasur. kënga. Po jo, më si kënga Bora e ka pasur. Pikë lidhje një herë, Bora e kishte. Ky është Sergio. Kështu nis me Sergio, në cilin Dije zemër thot. Po. Romantik ngre të jetën Sergio. Edhe ishte Kime, ke parasysh. Seksi. Çfarë bën pallava ka ndryshuar muzikën tani? Ja Shekimi, erdhi Shekimi. Yeah. Ishte kontë të pizza. Pitrin pak mirë në karike se. Wow, Sergio. Po ke goca kush është Edhe kjo? goca shumë mirë goca, edhe Lezetshme. Aha, në Në bukur. habitin nuk e prisnja, ke parasysh prisnja Jo, ishte bravo, vetëm më vetë. shumë, Shtoi edhe elemente, ke parasysh nuk ndenjë linjat e erës, shtoi edhe një gocë domethënë. Shto edhe një gosë me Edhe tipa. një makinë. Nuk të dilte do të Sergio pa makinë pa Edhe një gosë. po. Fakt. Ndjen gjysmë, po, nuk të shkon Dali, shpirt ta bësh. ai shumë nga vetja, vetë si Sergio Edhe është ta nxjerr pak shumë. vetullën. Jo, çu shumë simpatik në fakt, janë të rrallë çunat në showbizin shqiptar që kaq simpatik sa ky, dhe ky fakt njihet më tepër për faktin që është shumë i pashëm, se sa për muzikën që bën, unë e di që ka pasur tallavan përpara me të drejtën. Te kjo Çfarë të kënga, keqe ka një herë? s'ka si të keqe. Ashtu. Po gjithsesi te kjo kënga ka rregulluar pak edhe imazhin, edhe me këtë pelixhen që mamoçi trurin kur e pash e dua. Po çon si ka kjo. Pastaj pas që të bukur ky klipi ka pelixhe. Edhe Borën. Edhe Borën. Edhe Argentina ka pasur një pleqe. Sa fut ka. Ashtu, Oh. e ka pasur. Ndryshoi 2-3 herë, po ishte te njëjta linjë, që ishte shumë klasike, shumë e thjeshtë, shumë e bukur sepse është shumë femër e bukur. Edhe Argentina është kënga njësh, mua po. më pëlqeu. Argentina kam qef Edhe shumë. sigurisht nuk mund të mungonte Bora, elementi E, më bazik. fal. Kjo është fiks si era filloi. Tani. Si ka qenë one shot video. Tani. E mirë është Argentina shumë. Shumë e Është mirë. kjo është pjesë e familjes Ramosaj. Janë gjithë Po, familje këta. Është e mirë shumë, janë gjithë talentuar janë të Po, gjithë. po. Gjithsesi Argentina është e lezetshme, mua ka pasur shumë këngë e parë fare që ka publikuar në fakt me Flor Maesin, si ka qenë ajo, ja rova Po, emrin, si ka. Tip, po. je shumë tip diçka e tillë. Së fundmi ka sjellë të këngë që quhet Pse, gjithsesi hajt kjo e paska thyer pak, ka vetëm bor, paska edhe shumë çik kështu lum. Futet pak ujë, po. Ka futet pak çik pikfallë, po çon si ka kjo. Rëndësishme është Argentina në fakt bën rrallë muzikë, po atëherë kur bën E bën këngë tamam. që realisht janë Shumë shumë këngë këngëtare. romantike, të prek, shumë e bukur. Është këngëtare shumë e mirë, në fakt. Më pëlqen shumë Argentina. Kështu që nuk po flasim keq për Argentinën. E lëm pas, jemi tek një tjetër Artist personazh? që klipin e ka zhvilluar shumë. E ka zhvilluar wow, shumë. çka ka vënë kokë kështu? Ka edhe lente shumë interesante, ka edhe disa lëvizje shumë interesante, mua më ngjan më shumë si film, se sa si klip, më thënë. të vërtetën. Shi. Po çka ka kështu, është mërzitur. Jo, prit. Jo. Dërtash i fjalë pisët, Dafina Zeshiri, tamam. Te klipi, ke për Dafinën që del në ato po më pëlqen. Po, Baby, po. Po. Gjithsesi ky tipi që ka shumë, e pas marr seriozisht. E hëngri Bora si Linda Morina? Çfarë keqe ka një? Linda Morina thotë hani Bor, tha që ti jeni tha çmë tha. Unë metabolizmi mirë, dhe ky ndoshta ka gjë Linda Është Morina. kundër, po gjithsesi. Po. E, po ke pasur kështu si film, ka pasur film. Po, e Ç'është bërë kjo fiks shkreta? film dhe ka edhe një dy femra, jo, është një femër e cila shumë e bukur, shumë si indiane, gjë kështu, edhe disa shumë e ka zhvilluar, ka bërë tamam si film. Po çfarë thotë ky? A vjen dot zërin ta dëgjoj çfarë thotë ky? O, edhe lëvizjet. Ato lëvizjet të pëlqejnë ty. Që ka rap, Me bagjishin. Lëvizjet me bagjishin. Mban më. Sa unë bëj rap. Gjia. Aha. Nëse të bukur shumë, okay, edhe kjo goca pas ka lënë vën lente, të dy me lente dhe fare. Po, po. Mirë, vazhdojmë pas pak Gossip TV, do të kthehemi në pjesën e dytë të intervistës me Dalina Buzin, që më ka shumë gjatë, edhe do kemi prapë. Këtu jemi. Këto janë të gjëra të feng shuis, kjo është një Buda dhe vetëm me lek. Këto janë të gjitha këto magji për lek, për sukses domethënë. Kjo është ka ardhur nga një dyqan feng shui, më ka marrë mikesha ime Elona në New York, po është e gabuar sepse unë kërkoj një ship, që është jo kërkoja një ship që është anije me lek. A ship, sepse më pëlqen shumë anija dhe përdesë jam me gaforë dhe ujë dhe tëra. Dhe më erdhi një dele dash. Po deri një ship po me dy. Po nxaj, këtu është diploma ime masterit në Londër. Këtu pastaj është mami me motrën edhe kjo është një foto që ka dalë atëherë më dhe në gazetë. Ma mori Anila Basha Manzori.
Ishte foto e parë e imja me gocën e përsa lidhur me Lulun, por ajo më qeshte mua dhe më ishte një foto shumë e bukur kështu si komunikim. Kjo është një letër nga babi im kur unë jetoja në Amerikë dhe ka të bëjë me gjithë origjinën time nga ana e biznesit dhe marketingut që e kam trashëguar nga babi. Super. Dhe ky është një top kristali që do ta bëj me një kështu fjetë kuqe, edhe do ta var diku sepse ky në fakt po të ri këtu se unë para ditë kam shumë dritë. Ky pengon energjinë e tepër, sepse dhe dielli i tepërt të jep shumë energji, domethënë më shumë se ç'duhet. E tjetë kjo ato që s'duhet. Po, edhe unë do ta var me një kështu rrit të kuq që ka një macë të dur, po kam harruar. Është detaj shumë i lezetshëm që unë pash, është një kal që nuk vjen më të kemë televizor që ka kal me Se je për që po, janë evidente. Po, një burr kal. Goxha kal. Goxha kal. Kanë të më thënë një kali? Para kalin pëlqen shumë, është nga kafshët që duam shumë. Pavarësisht tash dua shumë Charlin, matchupun tim që sapo e kam marrë. E dyta në horoskopin kinez unë jam shenja e kalit dhe e treta sipas feng shues kali fitores që ngrihet, pra kali që ngrihet, është të jep një lloj energjie fitore edhe suksesi. Tash ne jemi biznes, kështu që jemi për të fituar lekë dhe unë të tëra, por është një sekret i vogël, unë kalin e mora dje, edhe tash dua urgjent për xhirime, sepse pash në një dyqan nuk po gjej një kal të tillë. Kal të tillë në shkuptim, Dalina, në shkuptim kal të tillë. Ne po flasim se u ka shumë shpejt edhe për çështjen e the horse. Edhe horse ka. Gjithsesi, e la të parë më bëhet në kalit, gjithsesi unë Dalina ne jemi përgati që të flasim për gjëra që janë ndoshta që bëjnë ulur. Do të ulesh deri të bësh domosdoshmë. Të bëjmë ulur edhe kujdes. E lash më aq, kështu që do ulemi tani me Dalinë tek zyra dhe do fillojmë të bëjmë intervju, siç keni qejf juve. Mirë, unë ula te zyra e Dalinës, zyra shumë e bukur në fakt dhe nuk i kam pyetje parë që më vjen të bëhesh, a është qef ti është realisht Dalina Buzi? Po varë se qa doni edhe që se do një jetë shumë të qetë, domethënë punosh me pesë, nuk është pare që ti Dalina Buzi. Që se do diçka ritmike, do adrenalinë dhe gjithkohës, është them që është qef. Mos mund ta shaj, mos mund të thënë që nuk është qef se pastaj të kisha probleme me veten, shumë thonë apo. Më tregu Dalina një moment kulminant, që ti realisht ke thënë, okay, ja arrita kësaj gjëje, domethënë një moment kulminant i karrierës tënde. S'ka ndodhur. Akoma jo? Si jetë momentin kulminant, se them dot, jo, kam momentin kulminant akoma. Kam shumë, domethënë jam shumë e sigurt që 45 deri 47 vjeç do arris atë që dua. Nice. Dhe moment kulminant është ai moment që ti shkon me pushime një muaj në Bali, mbyll telefonin, dhe kur kthesh këtu, të gjithë njerëzit punojnë dhe pa ty. Do diçka, unë di që ti ke punuar në shumë media, domethënë ke qenë në top media, klan së fundmi, tash Anabeli është bërë media vetë. Dhe kur ti ke shumë i vogël. Ka qenë trendi. Se më kujtua si revist. Jo, po e mbajmë trendin, po e bija shumë atëherë, po. Kam qenë për një farë kohë kryedatore dhe trendi. Meqense ja po i vogël se mua të përmenda trendin. Jam 2 vjet. Ku ka qenë bashkëpunëtorit më i mirë? Ke një emër të më thuash që është një person që unë realisht e them me kanari që është. Shiko, unë kam pasur fatin të kem punuar me njerëz të aftë shumë të mirë. Ka pasur raste që kanë qenë njerëz cilët në rolin e bashkëpunëtorit të shokut kanë qenë shumë të mirë, por në rolin menaxher nuk e kanë bërë dot, sepse ajo është aftësi më vete. Ka pas dhe njerëz që kanë qenë shumë mirë në të gjitha aspektet, po së fundmi, unë po them që këto 4 vitet e fundit, 5 vitet e fundit, kam njohur që kur kam filluar punoj me artitin, unë atë e konsideroj si një nga bashkëpunëtorët më të vyer që unë kam pasur, kam dhe do të kem ndonjëherë një jetë, Marti Qepren, për ta sqaruar. Por ka pas edhe të tjerë, Dritan Hoxha ka qenë dikush që më ka dhënë shumë dorë kur kam ardhur dhe ka besuar dhe më ka lënë të lirë në kreativitetin tim, kur ka qenë pronar dhe në kohën që Lulzonte Top Channel. Pastaj ka pasur shumë njerëz, domethënë se vërtet një njeri që beson tek ty, që të sheh diçka tek ty, që beson te aftësitë tua, domethënë bëhet një bashkëpunëtor i mirë. Pastaj ato që nuk bëhen bashkëpunëtor të mirë, shpesh ka pasur raste që kanë qenë për fajin tim, ndoshta do një vetbesimi tepër rast ose një lloj përkthyer në arrogancë, por kanë qenë edhe ata të cilët më kërkonin mua për lirinë që kisha dhe pastaj nuk e pëlqenin këtë lloj lirie, sepse nuk kishin mësuar me këtë dhe janë këto, mos marr veshit që janë. Në fakt kanë bërë mirë që kanë qenë të tillë, sepse ka momente që ti realisht tani kam vështirësinë të ka ndodhur ti ja bësh kështu ti thua, here I am. Ka ndodhur? Jo. Shikoj, nëse ka ndodhur një herë, jo, unë kam pas punuar ca kohë tek Zëri i Amerikës, se kam thënë ndonjëherë. Mbasi mbarova studimet sepse unë jetoja në Amerikë.
dhe më hoqi nga puna. Te zëri Amerikës unë nuk e doja shumë atë punë. Domethënë më duke një punë sedentare, një kështu si liçeni artificial që rri aty dhe grumbullon njerëz që duan të jenë rehat, domethënë me gjithë respektin që kam për ata, por nuk ishte një punë për mua që kisha shumë energji të doja të eksploraja botën, të dilja në terren. Dhe fillova ta urreja shumë ajsa nuk dhash. Dhe kur nuk jep natyrisht del një tjetër që vjen nga Shqipëria që vërtet kërkon të punoj aty, të krijoj familje. Këto unë isha shumë e re. Dhe ka qenë Eles Bibera, drejtori i cili më hoqi nga puna. Kam parë një shkrim fakt që është bërë para sa kohësh. Kam qenë shumë i vogël atëherë, kam bërë një research këto ditë që kam qenë duke përgatitur për intervistën me ty. Dhe ishte një shkrim, nuk e mbaj mend se çfarë portali ishte, që Dalina Buzin e pushojnë nga puna, ishte Jo, është tjetër ajo, është 2 herë. Unë gjithmonë shiko, unë them dhe do kem rast me që se shohin shumë të rinj të emision. Unë këshilloj të rinj të hiqen nga puna, sepse në vërtet mëson shumë. Mëson marrëdhënien me njerëzit, mëson dhe marrëdhëniet me njerëzit me stafin, marrëdhënie me prorët dhe marrëdhënie me veten dhe profesionin. Kështu që heqja e parë ishte me shumë të drejtë. Dhe natyrisht mbas shumë kohësh fillova punën për International War and Peace Report, që ishte një agjenci e huaj dhe botova një lajm që më shpërndan në mediat huaja, që kishte lidhje me një protestë të PD-s. Dhe kur e takoj prapë Elezin mbas ca vitesh, më thotë bravo, më pëlqen kjo gjë sepse unë kisha gjithmonë të kompleksin që unë ika si e pa aftë, domethënë ika se isha e re dhe nga që s'dash. Por që ky ishte një moment i bukur, domethënë një kështu, por nuk ishte se ishte fitoria të thash, domethënë nuk kam unë, nuk harxoj fare energji që ti them tjetrit ja ta bëra të thash. Nuk kam absolutisht domethënë dhe kur ja dërëshën dhe ka ca njerëz që të lëndojnë për shembull, gjëja që thon. Dhe unë mbaj mend që kur erdha nga Amerika kishte një aty njerëz në kokë që vërtet kishin lënduar me atë që thonin. Dhe pastaj kur shoh ata njerëz tani që nuk janë kurkund dhe them nuk është nevoja të merresh fare me ta, kupton? Nuk e më pak fare kështu faki. Po jo se mision zotin në situata të tilla që ai merr në telefon për shembull dhe thotë Dalina, të lutem se kam nevojë për këtë gjë që se bëj promocion. Dhe unë nuk mund të them, shikoj në dorën time. Unë e ndihmoj. E di pse ndihmoj sepse ai ose ajo ishte 17 vjeç atëherë, 16 vjeç, çfarë dini nga jeta. Është ndryshe kur ti krijon një familje, është bashkëshort yt ose janë njerëz me vit të 30, nuk e di, po kur je i ri, domethënë duhet kalosh atë gjëra sepse duhet është muhabet psikologjik ai nëse të shkojmë. Për artikulli ishte artikulli që shkruan? Jo, ky ishte për Top Channelin, që po, që ishte një artikull shumë i çuditshëm atëherë kur unë nika nga Topi, në fakt ndash dorëheqje, zyrtarisht, por nuk ishte dorëheqje e dëshiruar. Ishte diçka që si jam përpjekur ta kuptoj, por e mirë kuptoj. Domethënë ka një gjë, nëse unë nuk do të kisha ikur nga institucion, për shembull, po them. Kjo është e vërteta e jetës. Në rast se unë do të kisha ikur nga Topi në atë periudhë, isha drejtore tek pasditë Top Channel, dhe pasditë atëherë ishte një kohë shumë të mirë, të artë, do të them me të gjithë pak të statistikat që ishin atëherë. Unë nuk do të kisha atakuar kurrë atë që e bën. Dhe nuk do të kisha punuar kurrë tek Dela Shqiptare. Dhe nuk do të kisha mësuar shumë nga ai dhe pastaj nuk të kisha atakuar njerëz që kanë takuar dhe këtu ku jam sot. Sepse është dhe një lloj energji që ta japin njerëz me të cilët punojnë, siç është Arditi. Kështu që çdo gjë që ndodh për një arsye. Dhe unë nuk është se kam marrë ndonjë mërzitje, po vetë shkrimi u mor më shumë, ishte shkrimi më i mërzitur se sa isha unë, realisht. Dhe ishte një moment aty ku shpesh herë dëgjoj këtë, e kam dëgjuar që në gjimnaz, në fakt. Jo metoda hitleriane të sjellur arrogante. Unë kam një problem shumë të madh, unë kam zero tolerancë për dembelët dhe njerëzit që janë dembel, fodull dhe budalla, thuhet. Pra njerëz që janë fodull, refuzojnë të punojnë, refuzojnë të mësojnë. Një njerëz që nuk di dhe përpiqet shumë, kam respektin më të madh. Aq më tepër kam për njerëzit që punojnë edhe nuk shohin orë, domethënë për ata i dashuroj. Kurse këta lloj njerëzish, domethënë për cilët unë vazhdimisht dhe gjithmonë e them do krijoj probleme. Gjithmonë edhe këtu kam hequr njerëz nga puna, të vazhdoj të heq, nëse dikush nuk është me ritmin anabelit dhe nuk beson tek filozofia jonë, nuk punon, nuk e kam absolutisht asnjë problem. Unë jam në biznes, edhe në punë, edhe kur më vën si drejtoresh diku apo si redaktore, unë i shërbej atij biznesi, shërbej asaj kompanisë. Në rast se dikush nuk është brenda punës, bën manovra, domethënë, si thua shmangje të punës ose gjëra të tilla që janë jo të mira për stafin, krijojnë për çarin staf, padyshim që unë prapë do jem e njëjta. Nuk je personazh që pastaj del domethënë në tim e fytyrë që thua që jam unë kjo që e bëra këtë gjë, zakonisht puna jote flet. Edhe kjo është diçka për ta admiruar, edhe që unë e bëj si shembull her pas here. Edhe më pëlqen shumë lart. Ti do të flasësh se dalësh në kamerë. Ashtu do, jo realisht.
Po nga nga tjetër kur re që së fundmi, Anabel është zgjeruar, edhe tani është Anabel Concept, domethënë po bën production. And production. Gjithë të ndryuar ata emra, bëj atë event, pastaj ka shumë evente rrotull. Do bëjnë evente shumë herë pas here, unë po ftohem herë pas here këto eventet, edhe po kënaqem shumë realisht, dhe po vëre që ti po del zakonisht tani. Domethënë unë shoh foto në Instagram domethënë ti del tani. Jo dal për punë. Ashtu. Ma shpjego pak lutem tani. Jem pak prapë punë. Po, ja, është jam vërtet shumë mërzitshme. Kam jetën më të mërzitshme të botës. Do të thashëm prandaj pi një pije energjike dhe bëj kështu si sigurar këto anë. Si po ecën kjo gjë evente? Nuk është se thjesht bëjmë dekorin edhe bëm lule apo mbulesa, neve kemi gjithë konceptin e gjës që i shërbejmë klientit, sidomos bizneseve, u themi çfarë do ti të promovosh. Si do ta promovojmë? Të mund të jetë një event me njerëz që fton VIP-a, mund të jetë një event në rrugë me modele, siç është një gjë që do ndodhet së shpejti, mund të jetë diçka që s'ka absolutisht është vetëm online, kështu që prandaj është koncept edhe production pastaj me këtë pjesën që realizimin e gjës që mund ta bëjmë vetëm apo me kompani tjera, siç ndodhi. Po bën lek Dalina, po bën lek me këtë gjë? Kjo është do më të pyetësh. Unë nuk bëj asgjë që nuk ka fitim, domethënë unë natyrisht nuk kam investuar edhe kam bërë dhe gjëra falas, nuk jam nga këto që direkt kam mësuar dhe rrugës se si të bëj dhe marrëveshje, por momentalisht jo nuk bëj asgjë pa është një strapacim, një energji, një kalim kohe shumë i madh. Tashi gjithmonë më shumë i them vetes sepse kjo është një gjë më e vështira për të mësuar, sidomos për mua që unë jam tek pjesa kreative dhe jo e biznesit shumë. Dhe kam thënë momenti që unë harxoj gjysmë ore, 5 minuta larg kalamajve të mi, unë nuk pyes për asnjë njëri tjetër. Mirë, dakor Dalina, folëm për punën, folëm për çdo gjë, të pam zyrën sa ne këtej. Unë do të vi pak më personalisht gjërave tani. Se po voj intervjuja për këtë është, Sa personalisht futesh ti ke futesh shumë personalisht gjërave. Tash ne karash çdo gjë sipas personazhit, po do mundohem. Do mundohem të futem. Ti se kanë qenë bashkëshortë në mes? Jo, nuk ka qenë, unë respektoj këtë. Madje nuk ka qenë pas të nxjerr fëmijët në. Po shkonin shumë. Po, shkojnë. Unë për shembull ideja që ishte bashkëshortë ishte i huaj. Nuk e di çfarë po. Çfarë s'kam thënë për atë? Pa ai është shumë Tirane. Edhe është bio. Është kështu burr bio, domethënë. Ai që është gjithmonë, po të shohësh fotot e bashkëshortit tim që kur ka qenë 10 vjeç është i njëjti me xhinse, me bluzez, me gjithë prerje flokësh, domethënë nuk ndryshon fare. Nice shumë. Mirë, Dalina, ti ke menduar ndonjëherë që të kesh dashur Mr. Grey e gjentull veten aty? Shikoj, para punës që të sqarohemi. Për mua, libri jo se kishte përmbajtje seksuale, sepse unë kam lexuar edhe shumë libra erotik. Ishte i tmerrshëm të shkruar, domethënë unë nuk e shtyja dot librin sepse ishte vërtet i shkruar keq. Dhe kur shoh atë filmin them që sikur të kisha të kompaninë e Mr. Grey, do ishte shumë mirë. Do t'jesh veti. Po, do t'jesh Mr. Grey. Do t'jesh Mrs. Grey. Mrs. Grey, okay. Lezetshëm shumë. Pa gjithë ato lojrat që zgjasin shumë lidh njëri, mbi kafshikun. Është shumë proces i gjatë. Dalina tregon veçën më seksi që ke në garderobë. E kam shitur te Vjena Belu. Ka qenë pista lëkure dhe kam shitur. Ka biznes, Biznes. Nuk lidhem asgjë, domethënë, përveç kalamajve të mi, nuk lidhem me asnjë produkt objekt. Mirë, dakor, okay, lëm pas kodët e kuqe. Është një lojë tjetër që më kam qef, është e tretë që po e bëj sot me ty, edhe quhet mendimi yt me një frazë për. Fjalë të personazhit, do të them vetëm emrin, ti mund të përgjigjesh me një frazë, me një epitet me çfarë të kesh ti. E nisim. Ardit Xhebrea. Arditi është një nga njerëzit më të mençur që unë jam. Jo vetëm në televizion, po në gjithë aspektet dhe është një nga njerëzit që ka bërë histori dhe nuk mburret për atë. Ka bërë histori muzikën shqiptare dhe nuk është asnjë flas për të gjë. Arjan Çani. Arjan Çani ka pëlqyer gjithmonë sepse ka treguar që televizionin nuk të bën televizioni, por ti mund të bësh televizionin. Pra dikush që fillon një emision Zonë e Lirë në një ekran që ishte në të vaj atëherë që ishte në mbyllje sipër dhe kalon në çdo lloj ekrani dhe ka të njëjtin popularitet dhe ndjekje, tregon që nuk është ekrani, por është ai njeriu që nëse ka di se si ta bëj dhe si të rresh audiencën, mund bëj emision të shikuar kudo. Blendi Verziu. Blendi për mua është një nga njerëzit më profesionistë që e njeh televizionin në mënyrë fantastike dhe që pavarësisht se çfarë thonë njerëzit, jo shpesh rinë në sipërfaqe, nuk i shkon temave thellë. Për mua, çfarë do të thonë njerëzit për Blendi Verziun, ai arrin të marrë gjithmonë intervista më të mira dhe është i palodhshëm, domethënë kam respekt shumë për punën e tij dhe për mënyrën se si e mban emisionin, në atë shikueshmëri për kaq vite. Qoftë për të, që për Arditin, që për Çanin, është një punë shumë e madhe të kesh 10 vjet shikueshmëri, të jesh absolutisht i pamposhtur në këtë. Elvana Gjata. Elvana është një nga mikeshat më të mira të mia. Vetëm mikesha po kam gjetë. S'gjeta më që ke natë. Jo, unë Elvanën e dua shumë, edhe kam thënë, e them gjithmonë, e them publikisht, domethënë e dua shumë.
është një nga vajzat më të kthjellta në showbiz. Është pa parë. Po, është një nga njerëzit më me këmbë në tokë që unë kam takuar. Dhe që e dua vërtet, domethënë, e dua shumë dhe uroj më të mirat aty ku është. Edhe unë kam shumë qefil ta. Është shumë e mirë. Armina Memlani. Dhe që do të flas shumë mirë, ja, për ta marrë politikë. Tash do votoni në çfarë viti jemi tani? 2017, votoni në 2021. Realisht, pavarësisht gjithë gjykimeve për Armina Memlanin që kanë njerëzit, dhe unë këto i kam thënë, gjitha këto që them sot i kam thënë kudo. Armina është një super gocë, është shumë e mirë, është shumë mirënjohëse dhe është shumë e zgjuar. Domethënë, ajo e di se çfarë do dhe ne diskutuam edhe pak më parë, e di se çfarë do, e di ku do të shkojë dhe bravo qoftë. Çdo gjë tjetër rreth asaj, fatit e asaj apo bashkëshortit, të gjitha këto janë dimës, bashkëpunëtor, aksesor, merr çfarë do duash, por njeriu vetë është ai që vendos atë përpara veten e vet. Nuk të çon asnjë, nuk të çon as krevati, as martesa, po një njeri shkon vetë ecë përpara, fal vetes vet. Dalina Buzi. Çfarë më Dalina? Mendoj që s'ti e që të ngella. Që të dhe dhe di? Nuk e di. Është një ri mirë Brigjita, kam përshtypjen. Shika, Është një ri mirë? unë jam me drejtën e Zotit. Këtë po dhe vetëm, që mua sa herë që mendoj që po bëj një gjë gabim dhe ku më hapet një rrugë dhe një portë më e mirë, them që jam okej. Domethënë, kështu që rrugës bëjmë gabime, bëzisim njerëz, që një njerëz, por që unë thjesht di që po më shumë fort edhe çdo gjë që bëj duhet ta dua, domethënë kaq. Okej, mirë, patëm një incident. Pa, kemi incident. Incident shumë të vogël, në fakt, për të parë rëndësishëm dhe shqyrë Zotit të mbaruam intervistën me sukses. Po ne të dy kuptojmë të gjë se punojmë të dy në televizion, paralelisht. Mikrofoni i pati një incident të vogël, po që me rëndësi është që nuk kënaqja shumë sot, Dalina, shumë faleminderit që erdhe. Edhe unë falenderoj shumë se do më kënaqja. Kemi për ekskutit në Gossip TV, sepse ka momente që ne të ndajemi me ju, po ju mos mundësni fare sepse neve do kthehemi prapë shumë shpejt. Sigurisht një këtu vërdallë jemi. Këtu vërdallë jemi. Kështu që folëm sot për Dafina Zeqiri, në fakt unë ndjem shumë krenar që është duke bërë diçka, që na tregon që është duke bërë diçka. Exagero, tash i krenar. Unë krenar jam, unë më zgjer pres një herë, më zgjer pres. Se dëgjova edhe këngën, thash bravo Dafina. E ndoshta se kam dëgjuar akoma këngën, prandaj bëj kështu. Okej, ju urojmë sukses të Dafit me projektin e saj më të ri muzikor. Ndër të tjera, folëm edhe për gjëra interesante që juve që humbët mund t'i rindishni në YouTube, në InTV Albania, në kanalin tonë zyrtar, po ashtu mund ta ndiqni të shtunën në orën 2 të drekës. Po. Aha. Me që si e shtunë, ke parë që ke dalë të premte në pastaj Ka se zgjohet të erdhim, shef televizion, edhe po. Ka shfaqje, është shumë ditë kështu ujë fare. Ju kemi ngënë gazeta sot të dy, ta mbyllet goja. Kështu që rrjetet sociale? Rrjetet sociale jemi gjithmonë aktive, ke parasysh. Klikon në Instagram, në Facebook, në YouTube, kudo na keni. Kudo na keni, kështu që ne vetëm ikim me përshtypje shumë të mira sot, edhe ju përqafojmë shumë fort. Ju po them shumë. Ciao. Ciao.